Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Revolta qytetare ka hyrë në ditën e 41 me protestuesit që janë rikthyer sërish para kryeministrisë për të kërkuar ndryshimin politik dhe institucional. Organizatorët deklarojnë se lëvizja do të vijojë, ndërsa kërkesat e tyre mbetet të pandryshuara: largimi i qeverisë, krijimi i një qeverie teknike dhe reforma në sistemin politik. Për të 41-tën ditë radhazi, qytetarët janë mbledhur përballë kryeministrisë, duke vijuar protestën e nisur më shumë se një muaj më parë, me pankarta dhe mesazhe kundër qeverisë. Protestuesit kanë deklaruar se do të vazhdojnë të mobilizohen deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ajo që nisi si një reagim qytetar ndaj projektit të zhvillimit në zonën e Zvërnecit, sipas organizatorëve, është kthyer në një lëvizje më të gjerë kundër mënyrës së qeverisjes dhe problematikave që ata ngren për vendin. Në ditën e 41 të protestës janë përsëritur kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie teknike tranzitore dhe zhvillimin e një procesit të ri zgjidhor që sipas protestuesve duhet të garantojë përfaqësimin dhe besimin të qytetarët. Nga podiumi, përfaqësuesit e protestës kanë theksuar se qendresa do të vijojë dhe se numri i ditëve të protestës tregon sipas tyre pa kënaqësinë e qytetarëve ndaj situatës politike dhe sociale. Gjatë hubimeve të përditshme janë ngritur gjithashtu akuza për korrupsion, mungesë transparence dhe përdorim të fondeve publike. Organizatorët kanë bërë thirrje që protestat të vijojnë në mënyrë paqësore, ndërsa qytetarët pritet të rikthehen sërish para kryeministrisë edhe në ditët në vazhdim. Pas 41 ditësh, protesta mbetet një nga lëvizjet më të gjata qytetare të zhvilluara kohët e fundit, duke mbajtur të hapur përplasjet politike mes opozitës, qeverisë dhe qytetarëve të angazhuar në tubime. Kryeministri i vendit Edi Rama ka paralajmëruar një fazë të re të programit qeverisës, të cilën e cilësoi si vijim të rilindjes urbane, por me një fokus më të gjerë për të shesheve dhe fasadave. Sipas Ramos, ndryshimi i standardeve të jetesës ka sjellë dhe kërkesa më të larta për qytetarët, të cilët nuk kërkojnë më vetëm zgjidhjen e mungesave, por cilësi dhe shërbime më të mira. Pas përfundimit të fazës së parë të rilindjes urbane, qeveria po përgatit një program të ri, Rilindja Urbane 2.0, që synon të investojë 1.5 miliard euro me shtrirje më të gjerë, i cili sipas kryeministrit Edi Rama do të fokusohet tek standardet e reja të jetesës dhe jo vetëm tek ndërhyrjet infrastrukturore. Duke folur për arsyet që kanë sjellë këtë qasje të re, Rama tha se shoqëria shqiptare ka kaluar në një fazë tjetër ku pritshmëritë e qytetarëve janë rritur dhe investimet nuk mund të maten më vetëm me zgjidhjen e problemeve bazë. I kam gjetur në lum, s'kishin rrugë, s'kishin ndriçim, mbushur me ferra, mes plerave. Ja u kam bërë lagjen me rrugë, me drita, me pemë, edhe stola kam vënë, po janë mosmirnjohës. Tani, unë besoj që ky është leximi më i gabuar i mundshëm i një reagimi për cilin normal ati nuk i vinte mirë, askujt nuk i vjen mirë, për më tepër kur ke parasysh pikërisht atë që ai thoshte. Sipas Ramos, ky është një keq kuptim i mënyrës se si duhet lejuar reagimi qytetar, pasi përmirësimi i kushteve bazë nuk mjafton më në një shoqëri ku kërkohet cilësi e lartë. Fakti është që sa më shumë përmirësohen kushtet, aq më shumë bie në sy si e papranueshme ajo që mungon. Dhe kjo nuk është mosmirnjohje, është pritshmëri për standarde të tjera. Kryeministri u ndal te programi i parë i rilindjes urbane, duke argumentuar se ai ka përmbushur misionin e tij, por tashmë sfida është tjetër. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, qerdhet, ujësjellës, kanalizimet, i përkisnin një faze kur Shqipëria, njerëzit filluan të besojnë. Ai e lidhi këtë ndryshim edhe me zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, duke argumentuar se qeverisja përballet me një shoqëri që kërkon më shumë, pikërisht si rezultat i transformimeve të viteve të fundit. Kush mendon që shoqëria është bërë më negative, nuk duhet merret me politikë. Nuk duhet merret me punë të cilat janë funksion publik, shërbim publik. Sepse nuk e përballon dot
Sot, kush merret me këtë punë, duhet thjesht dhe vetëm ta ketë të ndarë mendin shoqëria, është bërë më kërkuese, jo më negative, më kërkuese. Se si e shpreh shoqëria kërkesën është një tjetër temë që nuk jemi këtu për këtë. Ne jemi këtu për të kuptuar se duhet kaluar në një nivel tjetër me patjetër. Sipas kryeministrit, pakënaqësitë qytetare nuk duhen parë si mungesë vlerësimi për punët e kryera, por si treguesi një faze të re ku standardet janë rritur. Mjekët popullor, pastaj vjen një moment tjetër kur nga mjekët popullor kalojnë ke fallxhorët. Pse i lind nevoja për fallxhorët njerëzve? Dhe shkaku jemi ne. Njerëzit kanë një nevojë që ne duhet t'ja u kuptojmë dhe t'ja u plotësojmë. Po ngelen dorë të fallxhorëve, do jetë shumë vonë pastaj. Pas nismës së policisë për identifikimin e personave që kanë publikuar komente të rreme kundër bizneseve shqiptare në rrjetet sociale, ka reaguar edhe Partia Demokratike. Sali Berisha deklaroi se PD nuk mbështet llogaritë false, por akuzon qeverinë se i përdor këto çështje për të kufizuar lirinë e shprehjes dhe për të kontrolluar gjithashtu aktivitetin online të qytetarëve. Debati për komentet dhe vlerësimet online ndaj bizneseve shqiptare ka sjellë reagimin e opozitës pas angazhimit të policisë për identifikimin e personave që dyshohet se kanë përdorur profile false për të dëmtuar reputacionin e subjekteve private. Partia Demokratike ka ngritur akuza ndaj qeverisë për tentativ kontrolli mbi hapësirën digjitale. Kryetari i PD Sali Berisha përmes një deklarate në rrjetet sociale tha se partia e tij mbron të drejtën e qytetarëve për të shprehur lirisht opinionet e tyre online, por sipas tij kundërshton përdorimin e llogarive të rreme për të krijuar perceptime të pavërteta ndaj bizneseve. PD-ja i konsideron të pacënueshme të drejtën e çdo qytetari për të shprehur mendimin dhe opinionin e tij në rrjetet sociale dhe çdo gjë dhe për cili do. Natyrisht, Partia Demokratike nuk pajtohet kurrë me përshtypje të rreme nga llogari fallse për shërbimet që nuk janë marrë kurrë, të cilat synojnë të dëmtojnë konkurrencën e ndershme. Kreu i Demokratëve pretendoi se në kulmin e protestës qytetare, këto raste nuk mund të jenë pjesë e një skenari për të krijuar justifikime për kontroll më të madh mbi aktivitetin e qytetarëve në internet. Partia Demokratike shpreh dyshimet e saj më serioze se këto përshtypje false negative janë akte të organizuara nga patronazhistë të qeverisë së tyre në funksion të qëllimeve të zeza represive e censuriale të saj. Berisha akuzoi qeverinë se po tenton të vendosë një formë policimi digjital, duke e cilësuar si kërcënim ndaj lirisë dhe shprehjes dhe të drejtës për mendim të lirë. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe si një atentat të rënd ndaj fjalës së lirë, mendimit dhe shprehjes, vendimin e Edi Ramës për kontrollin dhe policimin e rrjeteve sociale të qytetarëve, si dhe të statusve e komenteve të tyre në këto rrjete. Partia Demokratike paralajmëroi gjithashtu se do të kërkojë në kuvend ngritjen e një komisioni hetimor për të shqyrtuar veprimtarinë e institucioneve në këtë çështje, të cilën opozita e konsideron antikushtetuese. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar të atentatit me armë zjarri ku humbi jetën 40 vjeçari Ilir Gjoni në qytetin e Laçit. Sipas hetimeve, viktima u qëllua me 7 plumba teksa po hynte në pallatin ku banonte. Ndërkohë grupi hetimor po punon për kapjen e autorit dhe zbardhjen e plotë dhe gjithashtu motivet e krimit. Detajet të reja kanë dalë nga hetimi për atentatin e ndodhur mbrëmjen e sajintes në lagjen Erdogan të qytetit të Laçit, ku mbeti i vrarë 40 vjeçare Ilir Gjini, i njohur edhe me mbiemrat Kokaj, Lika dhe Nure. Sipas burimeve hetimore, viktima kishte parkuar automjetin dhe po i drejtoi hyrjes së pallatit ku banonte, kur sulmuar me armë zjarri. Hetimet paraprake tregojnë se ndaj tij janë qelluar 7 plumba me pistolet, edhe pse ka tentuar të largohet, autori dyshohet se e ka ndjekur dhe ka vijuar të qellojë deri pranë hyrjes së godinës. I plagosur rënd 40 vjeçari u transportua me urgjencë drejt spitalit, por nuk arriti të mbjetonte plagëve dhe ndroi jetë gjatë rrugës. Policia ka identifikuar si autor të dyshuar Artur Sutin, i njohur dhe me emrin Emilian Suti, i cili është shpallur në kërkim. Sipas hetimeve, ai është larguar në këmbë nga vendi i ngjarjes, ndërsa autorët po verifikojnë nëse ka pasur persona të tjerë që e kanë ndihmuar të largohet. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se autori i dyshuar dhe viktima banonin në të njëjtën lagje dhe kishin pasur konflikt dhe më parë, elemente që po verifikojnë
parashikohen si një nga pistat kryesore të hetimit. Paralelisht, policia po heton dhe të shkuar në viktimës përfshirë aktivitetin e tij jashtë Shqipërisë. Sipas verifikimeve, Ilir Gjini është dënuar më parë me 5 vite burg për veprën penale, kanosje për shkak të detyrës, kishte precedent për armbajtje pa leje, si dhe rezultonte i arrestuar në Belgjik për veprën penale të vjedhjes. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes, identifikimin e çdo personi të përfshirë dhe zbardhjen e motivit të atentatit. Xhelozia është pista kryesore ku janë përqendruar hetimet për vrasjen e 55 vjeçares Bardhe Ziçi në Shkodër, e dyshuar se u qollua për vdekje nga bashkëshorti i saj. Sipas policisë, krimi ndodhi pas një debati mes çiftit, ndërsa pala mbrojtëse pretendon se arma u shkrep aksidentalisht gjatë pastrimit. Autori i dyshuar nuk ka dhënë ende dëshmirë zyrtare për shkak të gjendjes së tij të rëndë psikologjike. Hetimet për vrasjen e 55 vjeçares së Bardhe Ziçi në Shkodër janë përqendruar tek pista e xhelozisë, si motivi kryesor i krimit që tronditi mesditën e 9 korrikut. Sipas të dhënave paraprake të policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 në zonën e unazës lindore të Shkodrës. Dyshohet se pas një debati të zhvilluar në dyqanin familjar, Shtjefen Ziçi është futur në banesë, ka marrë një armë gjahu tip çifte dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të bashkëshortes, duke i shkaktuar vdekje në vend. Nga hetimi rezulton se 55 vjeçaria ka tentuar të largohej për të shpëtuar sulmit, por nuk ka mundur. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentet para krimit ku autori dyshuar i kërkon bashkëshortes telefonin celular. Ky episod, sipas testuesve, besohet se ka qenë shkaku i debatit që parapriu ngjarjen dhe ka orientuar hetimet drejt pistës së xhelozisë. Nga ana tjetër, mbrojtja ligjore e Shtjefen Ziçit kundërshton këtë version. Sipas avokatit, ngjarja ka qenë aksidentale dhe arma është shkrepur teksa 55 vjeçari po e pastronte pa dieni se në të kishte ende fishek. Mbrojtja pretendon se arma ishte mbushur disa ditë më parë nga bashkëshortja pa e njoftuar atë. Për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, autori dyshuar nuk ka dhënë ende një deklarim zyrtar parajtuesve, ndërsa pritet të merret në pyetje sapo gjendja e tij ta lejojë. Çifti ishte prindi 2 fëmijëve, një djali që jeton në Kanada dhe një vajze, oficere në repartin ushtarak të VAUD-s. Shtjefen Ziçi punonte si taksist dhe merrej gjithashtu me furnizimin e dyqanit familjar, ndërsa Bardha Ziçi administronte aktivitetin tregtar. Banorët e zonës i përshkruajnë të dy si njerëz të qetë dhe thonë se nuk kishin ndjeni për konfliktet e mëparshme mes tyre. Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar motivin që çoi në krimin e rënd. Një grua 32 vjeçare ndodhet në gjendje të rëndë në spital pasi u godit me thikë në Durrës. Autori dyshuar i ngjarjes është ish bashkëshorti i saj, 40 vjeçari Gjoni Karaj, i cili pas sulmit është larguar dhe vijon të jetë në kërkim nga policia. Një konflikt mes një çifti të ndarë ka përfunduar me plagosjen e rëndë të një 32 vjeçareje në qytetin e Durrësit. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit në lagjen numër 16, ku sipas policisë, gruaja u godit disa herë me thikë nga ish bashkëshorti i saj. I dyshuari për ngjarjen është identifikuar si 40 vjeçari Gjoni Karaj, me origjinë nga Elbasani, i cili pas sulmit është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është shpadur në kërkim. Çifti prindër të 2 fëmijëve kishte pasur probleme të mëparshme në marrëdhënien e tyre, çka kishte çuar edhe në ndarje. Fëmijët në momentin e ngjarjes ndodheshin të gjyshërit. Sipas të dhënave paraprake hetimore, 2 të ndarët kishin tentuar së fundmi të rikthenin marrëdhënien, por një konflikt për motive të dobta dyshohet se ka përshkallëzuar situatën deri në përdorimin e armës së ftohtë. 32 vjeçaria u transportua me urgjencë drejt spitalit rreth orës 03 dhe aktualisht ndodhet në reanimacion nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë policia vijon kontrollet për kapjen e autorit të dyshuar, ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurisë së Durrësit po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe motivit të ngjarjes. Prokuroria e Fierit ka caktuar masën e sigurisë për 3 vajzat e përfshira në dhunimin e një 17 vjeçarie, ngjarje që tronditi opinionin publik pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale. Një 20 vjeçare është lënë në arrest në Burg, ndërsa 2 15 vjeçare do të hetohen në masën arrest shtëpie. Të treja akuzohen për veprën penale të heqjes së palishmërisë së lirisë.
Prokuroria e Fierit ka lëshuar masat e sigurisë për 3 vajza të përfshira në dhunimin e një 17 vjeçare, një ngjarje që u bë publike pas publikimit të një videoje tronditse në rrjetet sociale. Për 20 vjeçarin e dyshuar si autoria kryesore është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa 2 vajza 15 vjeçare janë lënë në arrest shtëpie. Masat janë ekzekutuar ndërsa të treja akuzohen për vepra penale të heqjes së palishme të lirisë. Sipas hetimeve, ngjarja ka ndodhur me 8 qershor në banesën e 20 vjeçares, por u zbulua vetëm ditët e fundit, pasi pamjet e dhunës u shpërndan në rrjetet sociale. Nga hetimi rezulton se njëra prej vajzave ka filmuar të gjithë episodin, ndërsa 2 të tjera kanë ushtruar dhunë fizike ndaj 17 vjeçares. Pas ngjarjes, e mitura i ka treguar nënës së saj për atë që kishte përjetuar dhe më pas është bërë kallëzim në policinë e Fierit. Gjatë dëshmisë së parë para hetuesve, të rejat kanë pranuar se kanë ushtruar dhunë ndaj bashkëmoshatares, duke paraqitur disa shpjegime për motivet e konfliktit. Megjithatë, sipas policisë, këto motive janë vlerësuar si të pajustifikuara dhe nuk e zbejnë rëndësinë e veprës penale. Në një konferencë për media, drejtori i policisë së Fierit, Skënder Hita, bëri me dije se në këtë çështje rezultoni përfshirë dhe një punonjës policie. Sipas tij, efektivi ishte pezulluar më herët nga detyra, ndërsa tashmë ndaj tij është marrë masa administrative për jashtimit nga policia e shtetit. Hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rolin e tij dhe çdo rrethan tjetër që lidhet me këtë ngjarje. Një hetim i prokurorisë në Durrës ka zbuluar një skemë të dyshuar për tjetërsimin e pronave përmes falsifikimit të dokumenteve. Me kërkesë të organit akuzës, gjykata ka caktuar masa sigurimi për 12 persona dhe ka vendosur sekuestro mbi 53 metra katror tokë. Të dyshuarit akuzohen për mashtrim, falsifikim dokumentash, përdorim detyre dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Një skemë e dyshuar për tjetërsimin e pronave në Durrës ka çuar në caktimin e masës së sigurisë ndaj 12 personave dhe sekuestrimin e 53.000 metrave katror tokë. Hetimi i zhvilluar nga Prokuroria e Durrësit ka zbuluar dyshime për falsifikim dokumentash dhe regjistrim të palishëm të pasurive, ndërsa persona në hetim akuzohen për vepra penale të mashtrimit, falsifikimit dhe dokumenteve, të shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Sipas hetimeve, procedimi penal nisi pas problematikave të konstatuara gjatë inventarizimit të regjistrave hipotekor në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës në Durrës, ku krijuan dyshime se dokumentacioni i pronave ishte manipuluar. Prokuroria dyshon se disa persona privat në bashkëpunim me punonjës të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës kanë falsifikuar dokumente për regjistrimin e pasurive. Sipas dosjes hetimore, dokumentet e falsifikuara janë futur në arkivën e ish ASHK-s Durrës, duke marrë numra referencë në disa raste dhe të dupluar, dhe më pas janë pasqyruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme me data regjistrit të ndryshuara. Nga hetimet rezultojnë gjithashtu se disa punonjës të kadastrës dyshohet se kanë regjistruar prona mbi bazën e këtij dokumentacioni të falsifikuar, duke mundsuar kalimin e tyre në favor të personave të përfshirë në skem. Me vendim të gjykatës, masa arrest në burg është përcaktuar për Ramazan Sheshin, Adrian Konën, Bledar Zerbën dhe Rovin Zeqajn, ndërkohë 4 persona të tjerë janë lënë në masën e arrest në shtëpi, ndërsa 4 të tjerë janë vendosur në masën detyrim paraqitje. Hetimet vijojnë për dokumentuar plotësisht mekanizmin e dyshuar të tjetërsimit të pronave dhe përgjegjësinë penale të personave të përfshirë në këtë procedim. Gjykata e posaçme ka shpallur fajtor 5 pandehur të dosjes së revanshit, duke i dënuar në total me 39 vite burg për një sër veprash penale të rënda. Mes të dënuarve është edhe ish efektivi Reneas Adrian Pikli. Të gjithë përfituan ulje të dënimit dhe 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë vendimin për 5 pandehur të dosjes së revansh, duke i dënuar në total me 39 vite burg për përfshirje të aktivitetit kriminal të organizuar. Sipas vendimit të gjykokos, ish efektivi Reneas Adrian Pikli dhe Devis Bajramaj u dënuan me nga 10 vite burg secili, ndërkohë Elvis Ndreca dhe Edison Muçeku morën nga 8 vite burgim, ndërsa Armando Ndreca u dënua me 11 vite heqje lirie. Të pandehurit u shpallën fajtor për një sër veprash penale, mes të cilave kultivimi i bimëve narkotike, armbajtja pa leje, tregtimi i palishëm i armëve dhe sigurimi i kushteve për kryerjen e vrasjes. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë së posaçme, të dënuarit kanë bashkëpunuar në organizimin e atentatit të mbetur në tentativë ndaj Burimbanit. Ngjarja e ndodhur me 4 nëntor 2020 në zonën e njohur si ura e Tapizës në Fushkruj. Hetimet e SPAK kanë dokumentuar gjithashtu se gjatë periudhës maj korrik 2020, Edison Muçeku dhe Albert Zaja
figurua në mjete për ekzekutimin e Hamzat Terziut, ndërsa gjatë verës të atij viti Elvis Ndreca dyshohet se siguroi logjistikën për atentatin ndaj Durim Bamit. Në një tjetër episod të përfshirë në dosje, Armando Ndreca akuzohet se në tetor 2020 organizoi dhe financoi grupin kriminal që prodhoi dhe trafikoi 243 kg kanabis në qarkun e Lezhës, ndërsa Adrian Pikli dhe Devis Bajrama u shpallën fajtor edhe për tregtim të palishëm të armëve të zjarrit, të cilat sipas PAK u furnizoheshin personave me precedent penal. Të 5 të dënuarit përfituan ulje të dënimit në të 1/3, pasi zgjodhën të gjykoheshin me procedurë të gjykimit të shkurtuar. Me një ceremoni përkujtimore në qendër të qytetit, Kavaja nderoi 36 vjetorin e rënjes së Josif Budës, dëshmori të parë të demokracisë. Në aktivitet morën pjesë familjar, përfaqësues të pushtetit vendor, drejtues politik, shoqata e 26 marsit dhe qytetar, të cilët vendosën kurora me lule pranë bustit të Josif Budës dhe të dëshmorit të kombit Indrit Cara. Kavaja përkujtoi sot 36 vjetorin e rënjes së dëshmorit të parë të demokracisë Josif Budo me një ceremoni të organizuar në qendër të qytetit. Në aktivitet morën pjesë familjar të dëshmorit, përfaqësues të pushtetit vendor, drejtues të Partisë Demokratike, antar të shoqatës 26 marsi, si edhe 10 qytetar. Sipas traditës, ceremonia nisi me interpretimin e bandës frymore të qytetit, e cila ekzekutoi pjesë muzikore në nderim të figurës së Josif Budos. Fjalën e hapjes e mbajti kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili vlerësoi figurën dhe sakrificën e dëshmorit, duke theksuar se emri Josif Budos mbetet simbol i luftës për demokraci dhe liri. Në gjithë përkujdesin e Bashkisë Kavajës sot e nderojmë me një bust siç ka hije, siç ishte viti që kaloi për vjetor. Jemi më krenar se kur, sepse Josif Budo derdhë në Bronxin, në cilin ai jo vetëm se meriton, por gjithë secili prej nesh, gjithë secili prej qytetarëve të Kavajës është krenar për veprën, për sakrificën, për mundin, për gjakun që ka derdhur për qytetin, por jo vetëm, por edhe për gjithë Shqipërinë. Vepra e Josif Budos, gjithë secili prej nesh na bën krenar dhe ne çdo ditë ecim në hapat dhe në ato që ai dha për demokracinë. Në fjalën e tij, Qosja përcolli edhe një mesazh politik, duke deklaruar se Kavaja ka qenë dhe mbetet djepi i demokracisë, ndërsa u shpreh se qyteti duhet të vazhdojë të drejtohet nga forcat e djathta. Sa kohë ne jemi këtu dhe nuk i hapim rrugë kujt që mendon që vjen Kavaja dhe e ka si pelegrinazh, por Kavaja është djepi i demokracisë, Kavaja do mpull, Kavaja do përkushtim, Kavaja do vëmendje, të cilët vetëm Partia Demokratike dhe vetëm ne ja kemi dhënë. Më pas, kryetari i shoqatës 26 marsi, Tahir Okshtuni, bëri apel për ruajtjen e kujtesës historike dhe për vlerësimin e figurës së Josif Budos, duke theksuar se sakrifica e tij nuk duhet të harrohet dhe se historia duhet të dokumentohet me përgjegjësi për brezat që vijnë. I bëj thirrje të gjithë shkrimtarëve të Kavajës, i bëj thirrje njerëzve të Pemës që ta shkruajnë historinë origjinale, sepse kjo histori ne si Kavajës në bën krenar, sepse duke qenë krenar, ne jemi edhe si kryeqytetar të parë të Shqipërisë, sepse sakrifikuam për një demokraci, sakrifikuam për liri. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Deka Kavaj, Rudin Hylviu, përkul me respekt përpara figurës së dëshmorit, duke theksuar se liritë dhe të drejtat që gëzojnë sot qytetarët janë rezultati i sakrificës dhe gjakut të Josif Budos dhe të gjithë atyre që kontribuan për vendosjen e demokracisë në Shqipëri. Me përgjegjësi të madhe për Josif Budos, sepse ai sakrifikoi jetën e tij për demokracinë. Dhe duhet ta ditë mirë se demokracia i ka themelët Kavaj dhe po këtu nga Kavaja ne do ta ndryshojmë dhe këtë regjimin e sotshëm, ashtu si dha jetën Josif Buda dhe burrat dhe gratë e Kavajës janë të gatshëm që ta ndryshojnë sistemin e sotshëm. Në përfundim të ceremonisë, të pranishmit vendosën kurora me lule pranë bustit të Josif Budos në shenjë nderimi për jetën dhe veprën e tij.
Omazhet vijuan edhe pranë bustit të dëshmorit të kombit Indrit Cara, i cili dha jetën në luftën për çlirimin e Kosovës, ku përfaqësues institucional dhe qytetar vendosën gjithashtu kurora me lule. Ceremonia u mbyll me një koktejl të organizuar nga organizatorët, ku morën pjesë familjarët e dëshmorëve, të ftuarit dhe qytetarët e pranishëm, duke përmbyllur aktivitetin përkujtimor, kushtuar figurave që kanë lënë gjurmë në historinë e demokracisë të kombit shqiptar. Do të ecim me të tjera informacione, kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se takimi me kreun e PDK-s Bedri Hamza u zhvillua në një frym konstruktive, por pa prodhuar një marrëveshje konkrete për krijimin e institucioneve të reja. Ai thekson se përgjegjësia për formimin e qeverisë takon vetëvendosjes, ndërsa zgjedhja e presidentit kërkon konsensus mes të gjithave forcave politike. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se ende nuk ka një rezultat konkret nga konsultimet me partitë parlamentare për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në një prononcim për mediat pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, Kurti e cilësoi bisedën si konstruktive dhe të zhvilluar në një atmosferë bashkëpunimi, por theksoi se nuk ka arritur ende një marrëveshje. Sipas tij, diskutimet janë përqendruar te krijimi i institucioneve të reja në përputhje me vullnetin e shprehur nga qytetarët në zgjedhje. Kurti bëri të ditur se gjatë do të zhvillonte edhe një takim me kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, në kuadër të konsultimeve me forcat politike parlamentare. Kreu i Vetëvendosjes ritheksoi se subjekti që ai drejton ka numrin e nevojshëm të deputetëve për të udhëhequr formimin e qeverisë së ardhshme, duke theksuar se përgjegjësia për krijimin e ekzekutivit i takon shumicës parlamentare, ndërsa sa i përket zgjedhjeve të presidentit të Kosovës, Kurti nënvizoi se ky proces kërkon bashkëpunim të gjithë forcave politike. Ai u shpreh se synimi është zgjedhja e një figure konsensuale me integritet kombëtar, profesional dhe qytetar që të përfaqësojnë unitetin e vendit në përputhje me parashikimet kushtetuese. Takimet konsultative mes liderëve politik pritet të vijojnë dhe në ditën e vijim në përpjekje për të zhbllokuar procesin e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës. Të nderuar televizionistë, ju njohim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 11 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në reliefet malore gjatë orëve të pazites priten vranësira të lehta kalimtare, por parish domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me një mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriut perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:10 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 32 gradë. Peshkopi 17 deri në 30 gradë. Tiranë 22 deri në 34 gradë. Durrës 24 deri në 32 gradë. Kavaj 23 deri në 32 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berat 22 deri në 35 gradë. Korçë 15 deri në 29 gradë. Vlorë 24 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 31 gradë.
Sarandë 24 deri në 32 gradë. Territori i Kosovës për datën 11 korrik 2026 do të karakterizohet nga moto relativisht i shndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë frantësira kalimtare por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja fijon me temperaturat të larta dhe mod të shndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 15 deri në 33 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 14 deri në 31 gradë. Suharek 16 deri në 33 gradë. Prizren 16 deri në 33 gradë. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit të Drita, bashkë me u takofshim në edicione ardhshëm.